إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi I qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavatë dhe selamet tona dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Falëndërimi qoftë Allahut I cili e kompletoi këtë fe madhështore, plotësoi dhuntinë e tij ndaj nesh dhe na bëri nga ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall I cili na krijoi dhe na solli në jetën e kësaj bote. Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall I cili na rriti pasi që ishim të vegjël, na boni me pa pasi që nuk shihnim, na bëri të ndëgjojmë pasi që nuk ndëgjonim, dhe na udhëzoi pasi që ishim të humbur. Dhe falëndërimi qoftë Allahut fillim dhe mbarim. Dhe e falenderojmë Allahun Azza wa Jall I cili e zbriti librin e tij Kur'anin o dhe refyes për ne deri në kiamet. Vëllezër të nderuar, a jemi ndalë ndonjëherë me meditu dhe me pyet veten tonë dhe m'ja parashtrua një pyetje se cili është urdhri I parë që Allahu subhanahu wa ta'ala u a drejtoj krijesam në librin e tij. Pra nëse hapëm Kur'anin dhe nëse shfletuam Kur'anin, do hasëm që urdhri I parë që Allahu xhallahu ala I ka thirr krijesat e tij dhe I ka thirr njerëzit, I ka thirr ata që I ka krijuar, pra të ka thirr ty dhe më ka thirr mu dhe I ka thirr të gjithë ata që kanë logjik, është aja ku Allahu thotë: Ja ejuhan nasu ubudu rabbekum, o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Pra urdhri I parë në Kur'an, porosia e parë nga krijuesi në Kur'an është o ju njerëz. Pra o ju që ju kum krijuar, o ju që ju kum sjell në jetën e kësaj bote. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala po I veçon njerëzit, nga se njeriu është krijesa më e dalluar, dhe është krijesa më e veçuar, është krijesa me fisnike në mesin e gjitha asaj që Allahu subhanahu wa ta'ala ka kriju. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala po na thirr o ju njerëz, pra o ju që u kum sjell në këtë botë dhe u a kam nënshtruar këtë gjësi juve dhe u kam vendosur në këtë tokë që u a kam plotësuar kushtet për jetesë. Prandaj vëllezër të nderuar, çka vjen thirrja pas kësajna? Çka vjen urdhri pas kësajna? Çka vjen porosia pas kësajna? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Ubudu rabbekum, adhuroni Zotin tuaj. Pra adhuroni krijuesin tuaj, adhuroni atë I cili u solli juve në jetën e kësaj bote. Ubudu rabbekum alladhi khalaqakum, I cili u krijoi juve, walladhina min qablikum, dhe që I ka krijuar ata që kanë kalu para jush, pra babe, babgjysh e katragjysh. La'allakum tattaqun, nëse e kryeni këtë për të cilin po thirrni, atëherë
do jeni të shpëtuar, do jeni të devotshëm, do jeni të shpëtuar në këtë botë dhe do jeni të shpëtuar në botën tjetër. Pra kjo është thirrja e parë, vëllezër të nderuar. Kjo është thirrja e Allahut subhanahu wa taala. Kjo thirrje nuk është thirrje krijesës, mirë po është thirrja e krijuesit. Është thirrja e Tij i cili ta ka dhënë shpirtin. Është thirrja e Tij i cili nuk ka dashur me të lënë pa shpallje, nuk ka dashur me të lënë pa udhëzim, nuk ka dashur me të lënë të devijuar dhe të humbur, mirë po ka dashur me të lidh me të dhe ka dashur me të njohur me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër të nderuar, kjo thirrje nuk duhet të mbetet vetëm dëgjuam me veshët tonë, mirë po patjetër kjo thirrje duhet me depërtuar në zemrat tona. Edhe kur i prek zemrat tona kjo ajet dhe kjo thirrje Allahut, atëherë përgjigjja jonë duhet të jetë sami'na wa ata'na, ndëgjuam o Zoti jonë dhe u për ulëm dhe tu nënshtruam dhe do i kryejnë urdhresat dhe ndalesat. Pra kështu duhet të jetë zemra besimtarit. Kështu duhet të jetë përgjigjja besimtarit ndaj kësaj thirrje të Allahut subhanahu wa taala. Sa është rënd me ja kthye fjalën kur thirr baba yt, ose kur thirr ai që ti e don. Walillahi al-mathalu al-a'la. Allahut i përket shembulli më i lartë. Mirë po ta madhrojnë thirrjen e Allahut subhanahu wa taala kur na thirr. Në thirrjen e Allahut azza wa jall është shpëtimi jon. Prandaj vëllezër të nderuar, çka është qëllimi i kësaj thirrje? Qëllimi i kësaj thirrje është që me adhuru Allahun azza wa jall. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjinët pas që të më adhurojnë. Ma uridu minhum min rizq. Unë nuk kërkoj prej tyre kur farë furnizimi dhe as nuk kërkoj që ata të më ushqejnë mu. Nga se Allah është krijuesi. Allahu është ai i cili nuk ka nevojë për ushqim. Dhe në fakt nuk ka nevojë as për ibadetin tonë. Mirë po e gjitha ai adhurim që të e banë jetën e kësaj bote, atëherë ai kapitali dhe fitimi ati adhurimi do kthehet në favor tëndin. Dhe nuk ka mundësi njeriu me arrit lumturinë dhe kënaqësinë e jetën e kësaj bote, përveç se nëse i përgjigjet kësaj thirrje të krijuesit, Allahut subhanahu wa taala, dhe ecën e jetën e kësaj bote që ta adhuron krijuesin e tij, ta adhuron Allahun subhanahu wa taala, duke qenë për ulur dhe i nënshtruar ndaj tij. Prandaj tema e thirrjes vëllezër të nderuar është që me adhuru Allahun subhanahu wa taala, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahun i cili ka kriju vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se cili për jush jeni me vepër mirë. Po për të na sprovuar se cili po i përgjigjem Allahut azza wa jall, cili prej nesh po i kryen 5 kohë namaz, cili prej nesh po pendohet te Allahu, cili prej nesh po e përzgjedh rrugën e Allahut që të afrohet afër tina, dhe cili prej nesh po ja kthen shpinën Allahu na rujt, dhe nuk po e din pse ka ardhur në këtë dynjë, dhe nuk po punon për qëllimin për cilin është kriju. Prandaj Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Allahu unë zori juve prej barqeve të nënave tuaja dhe ju nuk dishit asgjë. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Dhe Allahu ja u krijoi juve të ndëgjuarit dhe u dha të pomrit dhe u dha zemrat la'allakum tashkurun, në mënyrë që të falenderoni. Pra ka orën këtë dynja me falenderu Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa la in shakartum la azidannakum. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse me falenderani do ashtoj të mirat, ama nëse më mohani, atër dënimi jam do jetë i dhimbshëm, dënimi im do jetë i rënd. Allahu na ruaj.
Dhe cila është urtësia, vëllezër të nderuar, e kësaj thirrje dhe e këtij ibadeti që Allahu subhanahu wa taala na krijoi për të. Urtësia dhe hikmeti, vëllezër të nderuar, është se ti në jetën e kësaj bote je vetëm udhëtar. Dhe ti e keni takim me Zotin tënd. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka me të pyet. Dhe në mes teje dhe atina nuk ka përkthyes. Dhe pastaj Allahu subhanahu wa taala ka me të pyet, siç ka në hadithin nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se thot Allahu xhallahu ala ka me marr robin e tij, dhe mes tij dhe Allahut nuk do të ketë përkthyes. Dhe ka me i thonë, o filan, a nuk të kam kriju unë e ty? O filan, a nuk ta kam nënshtruar gjithësin unë e ty? O filan, a nuk kum dha opozit në jetën e asaj bote? O filan, a nuk të kum lanë me shetit në tokën time që krijova? Dhe gjitha këto nuk ka mundësi me i mohu e kë njeri, dhe nuk ka mundësi me i mohu robi, nga se të gjitha përgjigja është bela e arab, po gjithsesi o Zotë jem. Pastaj Allahu azza wa jall i thot robit, kjo është çfarë unë kam bërë për ty. Atëherë ti e ke quë urtësinë e ven, e ke quë qëllimin e ven për të cilën kam kriju e ty. Prandaj njeriu, vëllezër të nderuar, ka me shikun në të djathtën e tij dhe në të majtën e tij. Allahu na rujt nëse shikon në të majtën e tij me pa gjinoa dhe mkate dhe me pa kufër dhe shirk në anën e majtë peshorës e tij, që ja ka rënduar peshorën, e pastaj me pa në anën e djasje nuk i plotësohet rruga për në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu azza wa jall thot në një hadith kutsi, a'adtu li'ibadi as-salihin, kam përgatit për robërit e mi të mirë, ma la aynun ra'at, çfarë syni tyre s'ka pa kur, wala udhunun sami'at, as veshi s'kan dëgju kur, wala khatara ala qalbi bashar, dhe kur menja s'ka mujt me imagjinue. Prandaj puna për këtë xhenet dhe puna për këtë përgatitje, dhe gjithë herë le të shoqëron urdhri i parë dhe thirrja e parë Allahut azza wa jall, o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka kriju juve dhe ata që kanë kalu para jush, në mënyrë që të jeni të shpëtuar. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, Allah është ai i cili për ju e bëri tokën shtrat, was samaa binaa, edhe qiellin e bëri kulm, wa anzala minas samaa'i ma'a, edhe prej qiellit ka lëshu shi dhe lëshon shi, fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, dhe ka nxjerrë nëpërmjet këtij shiut bereqete dhe fryte të shumta. Fela taj'alu lillahi andada, prandaj mos e kundërshtoni Allahun dhe mos i bëni ortak Allahut dhe mos i bëni shirk dhe kufër Allahut. Wa antum ta'lamun, nga se ju e dini se s'ka mundësi këto me kriju kush pas Allahut. Ashtu si veçohet në krijimin e tij, ashtu dhe veçohet në adhurimin e tij Allahu subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër të nderuar, e lutem Allahun azza wa jall që kësaj thirrje dhe këti urdhrit e parë në Kur'an të përgjigjemi dhe mos t'jemi sikur se qifutet, Allahu i shkatërrov për shkak të asaj që janë duke bërë, e të cilët i thanë pejgamberëve të Allahut, sami'na wa asajna, ndëgjuam dhe kundërshtuam. Prandaj kjo është cilësi e tyre, e që Allahu azza wa jall është zemëruar me ta, ndërsa cilësia e besimtarëve është sami'na wa ata'na, ndëgjuam dhe respektuam o Zoti jon. E lusë Allahun të jemi prej tyre, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. Elhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, njashtu nga ajo që duhet të trokasëm zemrave dhe mendjet tona, është pyetja ku jam unë në zbatimin e urdhrave të Allahut azza wa jall. Cila është pozita ime karshi urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, dhe a jam duke realizuar
atë për të cilën jam krijuar dhe jam mësuar në jetën e kësaj bote. Dhe padyshim që gjatë parashtrimit të këtyre pyetjeve do të gjithherë të meditojmë se mundësia për me fitu xhenetin është në këtë botë. Në momentin që merret shpirti, atëherë humbet shansa. Pra nuk ka më mundësi tjetër që ti me punu për xhenet. Bashja dhe vendmbjellja është në këtë dynjë. Prandaj siç ka thonë Aliu radhiyallahu anhu, kjo dynjë është vendi mbjelljes, ndërsa ahireti është vendi korrjes. Pra atje shihet fitimi, atje shihet kush ka fitu dhe kush ka humbë. E lutem Allahun azza wa jall të jemi prej fitimtarëve dhe mos të jemi prej atyre që dështojnë në ditën e gjykimit. Dhe do ta kuptojmë vëllezër të nderuar se nuk ka shpëtim dhe nuk ka sukses dhe nuk ka lumturi për njeriu në as këtë botë dhe as në botën tjetër përveç se duke ju përgjigj urdhrit të Allahut, ja ejuhan nas, pra o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. E lutem Allahun azza wa jall që motoja jonë të jetë Qul inna salati wa nusuki, thuaj namazi im dhe kurbani im wa mahyai wa mamati, edhe tër jeta ime dhe vdekja ime lillahi rabbil alamin, për Zotin e botrav, la sharika lah, i cili nuk ka ortak, wa bidhalika umirtu, dhe me atë jam urdhëruar nga Zoti im, wa ana awwalul muslimin, dhe unë jam i pari muslimanëve. E lusë Allahun azza wa jall që Allahut na mundëson me jetu si musliman dhe me vdek si musliman dhe me ringjall si musliman. Allahu ndihmoft islamin dhe muslimanët. Allahu ndihmoft muslimanëve kudo që janë, në veçanti ata që janë në Gaza. Allahu ndihmoft armikun e tyre, Allah azza wa jall shkatëroft. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون